Përshëndetje, ja ku jemi sërish tu në Garage Lock me Gencin. Na qeta njerëz të bukur. Qysh jeni? Kemi një kënaqësi shumë të madhe sot sepse na ka ardhur i mik shumë i dashur për ne, një personazh i cili ka dhënë jashtëmase shumë për artin shqiptar, për median shqiptare. Artist me atë madhe, Faleminderit. Zonjë dhe zotrinj kemi këtu pra nesh Gentian Zenelaj. Faleminderit Gent, faleminderit dashur, faleminderit shumë. Mirë se erdhe. Çdo hiç unë tash Gent, njëri Gent tjetër do ngatrohen ato. Jo, mo ma gjen gjithë Gent. Salim Genci, Gent shkurt, Gent. Gent, se unë i them atij, unë i them Gent, po. Pse ne kanë shumë për tu pas emrin Gent, mu Gentian ty Gent. Gjë të është Sazili kam ato që e kanë thjesht Gent më burr. Ma bukur për zonë. Se unë kam lind në periudhën kur ishte kjo moda më i shtu nga ai nga mrapa, edhe gjithë. Tu ca Klodiana, ca Gentian, ca gjithë me dy rroke përfundoi. Jo, po se Gent është emër shumë i bukur, është i shkurtër, është emër i bukur. Mirë se u gjeta herë. Mirë se erdhi herë. Se ka një njerëz që më thrasin Gent në fakt, po kur më thrasin Gent duket vetë se ai duhet kasatoforin është me rrop shtëpi. Gent mbush pepa. Çfarë bëhet Gent? Ta them të drejtën, çfarë bëhet? Bëhet luftë kudo çuna, është një energji në ajër, është një reze që qarkullon në ajër, është një vibe as pak pozitive, kupton? Pra ka një, ku diun, mu duk shumë i gjatë ky dimër, se nuk shiko të mos ta bëjmë intervistë pesimiste, kupton? Po ishte kështu gjithë ngjyrat e kena. Po i bjen era re të zeza, pra ka qenë kjo periudhë shumë. Ka qenë një çik këto zgjedhjet në Amerikë, zgjedhjet në Shqipëri, kupton? Po flas në profilin tim. Po. Që ne e përjetojmë sepse tu të qenë vazhdimisht vesh hapur për politikën e si shkon au zgjodh a ka fjet mirë ky Donald Trumpi, si është shumë mirë. Ne shqiptarët merakosim për shembull, si është gdhi Donald Trumpi, sa aty vendoset aktive në kuptimin e rrëmujshme, me lajme shumë, me portale, me informacion shumë, kështu që duhet me qenë vazhdimisht koherent. Nga njëherë këto të familjes thonë, po çish shef mos e darka është e mbushur, e keni parasysh. Duhet edhe për punë, po, duhet me qenë i updateuar se çfarë po ndodh, e kupton, plus që spaku është u bë kështu si këto kishat ku shkojnë tonë të u fal, e kupton edhe ka pa. Kanë filluar shumë, kanë shkuar shumë të u fal. Tonë të çukan atje, e kupton, edhe paketa tu la gjunat. Kështu që kështu ka qenë kjo vjesht. E vështirë ka qenë, e vështirë. Besoj do dalë çaka. Do nisim direkt. Me me pesimizëm e erdha. Faleminderit. Nga të fortit e ke këtë dhuratë, ne zakonisht e japim ani nga funi se nga mesi, po që ka kështu me nuk di çka ka. Figura kombëtare, po i kanë bosi boksiera. Nice, më pëlqen. I kanë sjellë në një mënyrë kështu. Të fort kanë qenë më plak. Kto kanë qenë të fortit të vërtet. Për zotin po. Ta kanë bërë luftë. Baba jem Rafmet pas thoshte qysh kur shpik koburja ikën burrat. Me drejt burrat e shpatës, e thon. E kanë Gentin që ai më jeshili Gentin. Po. Edhe i paska syzet me logon. Faleminderit. Faleminderit fort. Po paska gjëra shumë bukura më. Keca gjone. Nice. Edhe këtë. Të do ta mbaj ke emisionin, do ta vë ke xhaketa. E madhe. Shumë simpatike. Faleminderit shumë. Faleminderit fort. Në emisionin. Edhe fillojmë me dhuratë aty. Direkt. Falenderojmë Jack Daniels, falenderojmë Lazar Wayne për suportin që na japin gjithmonë podcastin ton. Shumë faleminderit për suportin. Falenderojmë gjithashtu edhe Klarin, që kemi këtu me dritat lume të bardhë, mbrapa Gentit dhe mbrapa me, kompania ndërtimit e cila po ndërton edhe Luna kompleksin që është në bulevardin e ri, një kompleks i jashtëzakonshëm me të gjithë facilitetet e nevojshme dhe me çmime shumë të arsyeshme. Gjithsesi për më shumë informacion klikoni klar.al ose në numrin e telefonit 6960 03003. Faleminderit Klar. Faleminderit Klar. Gjithashtu falenderojmë edhe Fiber, i cili është një aplikacion tek i cili mund të gjeni ekskluzivisht puntatën e radhës 3 ditë përpara se sa ajo të shfaqet, domethënë të mërkurave në orën 7. Kështu që nëse doni të na shihni më përpara, e shihni në Fiber shkruhet. Është një aplikacion që mund ta shkarkoni në telefonin tuaj dhe nëse keni dëshirë ta shihni ekskluzivisht Garage Lockun, episodin e radhës, e gjeni aty. Faleminderit e Fiber. Gjëna fëmijëria në Lezhë, kujtimet, ne fillojmë çik kështu, omël. Patjetër. Shiko, nuk ka trishtim më të madh kur ndjej kur shkoj në Shëngjin, unë jam rrit në Shëngjin. Vërtet kam lidh maternitetin e Lezhës, por jam rrit në Shëngjin. Kur ti shkon dhe nuk gjen asgjë nga fëmijëria jote, pra nuk gjen as lokacionet, nuk gjen as vendet, nuk gjen as shokët, shumica kanë ikën në emigracion. Është trishtim i madh. Për një njerëz që ka
natyrë emocionale, si puna ime është trishtimi i madh që ti del dhe nuk shef ato pikat ku ti je këtu. Kam qenë fëmijë shumë i gjallë, kam qenë fëmijë shumë i lëvizur. Madje ngacmoj shpesh djalin tim dhe i them ju e keni hartën e lojës e keni shumë vogël në plak i them. Po. Pra, nëse po e marrim në stilin Fortnite, harta ime se ti duhet ta njohësh si zonë, filloten Shëngjin dhe mbaroten hijet Balldrainit. Lezhë, kupton, pra e kisha hartën e Fortnite shumë të madhe, kupton. Po mamaja më pyeste ku ishe, këtu kam qenë vërtet, kisha qenë hijet Balldrainit dhe ra nga mali. Një 10 kilometra larg. Mali rrend, citrona hedhur kanë qenë shëtitje të vogla, kupton, zbathur, nëpër pemë, nëpër tu gjet ku ka shpella, e kupton, me mujt me kap në hartull zgjall, se kështu ishim, s'kishim për se nostalgji më plak. Sinqerisht. Edhe me mujt me kap në gjarpër, e kupton, me mujt me mbledh, me ja vjedh kujt në 1-2 kg fiq, kupton, me mujt me vjedh në shek gjikun. Domethënë kur lexoj Tom Sawyerin, edhe tash me vajzën, kur lexoj domethënë shoh shumë gjëra që ne i kemi bë brezi jon. Pra kemi pas ky është një brezi si me hyp në pemë. Po brezi sotën po ke shumë drejt. Për ne duk frutat edhe i kemi hongër pa lara, pa. Po më kujtohet mali i Rrencit është një mal shumë i thatë. E kupton, është mal shumë i thatë, dhe nuk ka burim me ujë. Edhe kur dilshim mal të Rrencit sipër mbi Shëngjin, atje ka rona hedhur, maja zezë, gjitha këto. Ishte shumë vështirë për gjetë ujë. Edhe më kujtohet fëmijë që merrnim këto kallamat dhe pinim te këto pellgje që krijoheshin nëpër gur. E kupton ngjërin, pra kur e kujtoj sot, kena qenë dhe trima më shumë budallën më tepër se sa trimëri. Na ka rujt Zoti. Kam pas fëmijë shumë aktive. Më kujtohet për shembull skenat luftë me shpata lagje me lagje. Me harqe. Me lagje, po jo kështu pallat me pallat, lagje me lagje. Dhe ku është kisha në Shëngjin ka qenë një luftë masive. Po, ka qenë një kodrin me rër, si dunë e madhe me pisha. Dhe atje kishin bërë për shkak zbori, kishin bërë ca fortifikime, kishin bërë ca kështu tip kanale, si quhen ato. Kanale vadice. Jo, kanale janë këto llogoret, kanal për zborin. Edhe jepte dikush nga çunat alarmin, po vjen lagja, po. Për zotën po. Është nostalgji më plak. 200 fëmijë që merrin, ai kupton çfarë zelli, po çfarë. Po që s'lodheshin, po që domethënë mbledhja në shtëpi ishte në orën 10:30 kur bërtiste mamaja, gjende i futun në shtëpi. Ajo dalja në dritare, tu bërtit me të bollë. Po çdo prind thriste fëmijën e vet. Po. Dhe ishte orar që direkt mbanjë herë me la këmbët herë se ishin bosën e lunin zbath. E kupton edhe okej, ndoshta fëmijët sot se meritojnë këtë lloj jete, po mund vjen keq që nuk i kanë këto lloj eksperjencash. E kupton, me ja dal vet. Ke shumë drejt pak. Pra, mamaja ime, babai im ikte në punë, unë kisha Chelsea në qaf i varë me perlon, kisha për detyrë me rujt dhe vllajën dhe motrën dhe ata nuk e dinin se s'kishte as celular, si gjos. Sa fëmijë. Ne jemi 3 fëmijë, kam vllajën më të vogël, motrën më të vogël, se është vogla fare. Se unë isha i madhi, unë haja dru dhe për ata 2 tjerët. Pra nëse thynte i kavanoz motra ime, se e leti me thyer, unë sigur. Kështu që ishim ndryshe. Nganjëherë me djalin, unë përgjithsisht djalin e maj shumë afër vetes. Pra gjuj peshk me të marr në zhytje, me të dal në zhytje, me të marr me vete, kupton, dhe mundohem vazhdimisht i bëj të përjetoj këtë eksperiencë. Domthon jeta atje jashtë është shumë më ndryshe nga po e mame domethënë roli që ke ti me djalin tash si, e ka pas baba jot me ty për shembull? Se kanë qenë shumë të prem, kanë qenë shumë se distancuar, unë një xhiro kam me motor, baba im ka nga motori, sigurisht ai ma ka mësuar. Po. Pra ai ma ka mësuar për herë të parë, por unë kam një xhiro që kam ik me babain në motor mbrapa nga Shëngjini deri te hidrocentrali i Ulzës. Po. Edhe është një nga momentet më të bukura të jetës time. Kupton që ai më tha mund do të marr me vete dhe për mua ishte si me Sa vjeç ke qenë atë, afërsisht? Do të kem qenë 9 vjeç, 7-8 vjeç, diçka e tillë. Është ajo që kujtoj është që mbas atë s'kishte as helmeta, as veshja si gjomor, burra dhe ishte mik mish me bluzë me moshë shkurtë, pallona shkurtë. Dhe ajo që kujtoj është që mbasha ke babai dhe ngria kokën dhe shikoja pemët, ka qenë rruga e vjetër Milotit, se ti ka qenë me pemë. Edhe këtë kam një imazh shumë të fortë, e kupton, një herë ka ndodhur. That's it. Danieli tani me motor me mu bot 3 javë, po nuk marrin ose se di më se tash i bie që t'jem kështu anti prind kur them që ndoshta duhet më majt larg, ndoshta po i mbajmë shumë më tepër afër se ç'duhet. Edhe nuk e di çfarë po ndodh. Por marrëdhënia me babain ka qenë e distancuar. Sigurisht ai ose jepte ai ishte i zgjuar dhe jepte në momentin kur duhej. Si drurin, si dashurin. Pranej. Edhe rrahjet nga babai kam shumë të rralla në krahasim me maman.
Pra nuk janë Si puna ime. Mamaja e kishte pothuajse të përditshme. Mos e fut kët. Pa. Kjo ka qenë e kundërta, Shapka prodhim dursi i plastikë durës dhe pa shatrueshme ishte. Po son kam qenë shumë i prapë më burr. Kam qenë dhahtarisht, Po gjithashtu isha brezi jon ka qenë i tmerrshëm, kam një shkëm në Shëngjin aty mbrapa shtëpisë, po shumë i madh. Ajo vinte nga puna dhe më shef mund ku kap. Tu var. Ku më gjet shpella, ku më gjet guva. Loja jonë e preferuar ishte ku ka fsheti nëpër tunele të ushtrisë, kuptoj mi streca ndaj, se edhe s'kishte s'ka pas mënyra të tjera për me luajtur. Paralelet e shkollës, vlla, kanë qenë grupi ku mlidheshin çunat, nachot, kush bote hekur më shumë, kupton? Pra, dhe ne ishim vegjël, vishin këto çunat e palestruar, boshin hekur tek palestrat atje s'ka pas. Paralelet e shkollës dhe hekuri tek elitari. I ka pas çdo shkollë. Nga mrapa. Aty boshin ca muhabete pista, tregoshin ca barcaleta banale, dikush pite në cigarë, domethënë ishte pak a shumë një cep ku rrishin nachot e kupto gjeni lidheshin edhe ne shikonim admirim ka pas Shëngjin ka pas edhe çuna, edhe prej deri çunat palestruar, po. Për ne si fëmijë që shikonim ato që bënim ishte edhe i kam truajtur shumë të forta këto emocione, shumë të forta. Atë 90 herë për shembull kur shef në ëndër, atë 90 që kthehesh mbrapa, i shef në qytetin tën. Patjetër. Se më mnot shumë shpesh për shembull. Ëndrat, shumicën e ëndrave i shoh rroshen. Në rroshen më plak. U kam kaluar më shumë kohë jashtë rroshenit se sa në rroshen. Për shembull, jashtë rroshenit po se janë emocionet, janë të lidhura shumë fort subkonsciencën tënde. Kjo është. Për shembull un kam pas një dhomë të veçuar në Shëngjin që kisha krijuar një palestër shumë shtëpiake me kështu vagona treni, me rrota vagoni, me ato bazike dhe babai im aty mbante motorin. Se babai im gjithë nga përdor motor. Dhe unë sot sa ditë shoh sikur shkoj atje ndez motorin dhe dal xhiro. Po kur zgjohem është realitet kaq i fortë sa them me video, ku është ai motor më? Pra këto janë asociacione shumë të forta që lidhen me fëmijërinë, janë emocione që ne kemi marrë krudo, kemi marrë të papërpunuar, thon pa. E ke ndru aktrimin apo ka qenë kështu rastisht? Deri në 97 nga qenë black. Për zotin. Fare. Po si u fundi? Un kam bërë 6 vite gjimnaz. Jam përjashtu 2 herë me ceremoni. Jashtu klasës. Se shiko ç'a ndodhi. Ta thash në vitet 91-92 çunat e Shëngjinit erdhi demokracia. Filloi kjo pirja, kanë qenë cigaret koper atëherë, me koper me të kuqe, po, me të kuqe. Pastaj ato pllakat kështu dhe u bën pak problematik çunat e Shëngjinit në Lezhë, sepse rrishin grup si band, edhe u bën problematik dhe erdhi një direktivë që hiqeni. Po? Pa, në kuptimin që ku t'jen mungesa, hiqeni. Dhe vit në parë na hoqën për mungesë. Po kur shkoshim në shkollë ne ne ishim një fletore të palosme mbrapa xhepit këtu. Po se, shiko, të vish se unë jam ai brez që kam kap edhe komunizmin e fortë. Edhe direkt erdhi filloi floku bishtllum, pantallona cowboys mas, se dikur imazhin vetëm gangsterat e qytetit. Tash fillojnë mas, filloi pjecika dhe ti del në një realitet komplet të ri. E kupton? Dhe ne na u duk kështu që shkolla është varja më se shkolla s'po shku fare. Tu bën se rebel. Na përjashtun, ç'a do bëj babai im, unë deri në klasë kam qenë nxënës i mirë, kupton? Babai im fytyra në tokë, ç'a do bëjon me këtë tani. Dhe tentuan të hapi një gjimnaz në Shëngjin, i cili dështoi, se për pak nxënës. Dhe u detyruan na kthyn prapë në Lezhë. Mirë, po na kthyn në Lezhë prapë, erdhën prapë këto problematikët e ç'a do bëjnë. Dhe nga që na shikonin si delet e zeza, kishin tendencën edhe mësuesit me na sulmu shumë. Edhe ne kuptohet adoleshentë, në një moment kam një skenë me zyshën e fizikës, si unë të vë4 e vë dhe grisë regjistrin. Po ka qenë grisë është vepër penale. Nga motorondët më shkollë. Dhe më kanë përjashtu nga shkolla me ceremoni, janë rreshtu mësuesit. Dhe unë kam edhe të dhënë dorën. Të bëj parakalim. Dhe e mbylla gjimnazin në 97-ën, madje unë e tregoj me humor, mbrëmja jonë e maturës ka qenë e ruajtur me tanke nga forcat Renea te hoteli Gjuetis. E mbyll ti gjimnazin apo mbyll gjimnazin vetë në 97? Ato thanë, me që është 97 dhe u doj gjimnazi, ti përcjellim edhe këto. Dhe mbaj mend që provimet e maturës i kemi bërë tulur në Çimento, këm kryq me fletores ishte djeg klasa. Dhe ne doni bënim edhe mbrëmjen e maturës dhe mësuesit na thonë çfarë mbrëmje maturë thoshim aty mas orës 4, mas 97. Jo, e du dhe e kemi bërë para dite te hoteli Gjuetis të mbrojtur me autoblinda, me policë. Dhe erdhi ajo vera e bukur në 97-s, unë vija vërdall në plazhin e Shëngjinit me shokët e mi,
ishte kjo shëtitoria edhe e Lezhës, nëse e man mend, po edhe shëtitoria e plazhit për me pa në i gjo dhe me mujt me ngacmu në i gjo. Ose të paktën me mujt me pa i herë atë që ja kishe vu syrin. Dhe një miku im i cili ishte në opera, teatrin Operës dhe Baletit, kush uri shumë i largët, më shet dhe thot, por e gënë, thot, ti fizikun e ke shumë mirë, dhe fatis një gjoja kam pas, kam lexuar shumë, letërsinë e kam dash shumë. Defekt në folur nuk e, pse s'bohesh për aktor? Pse s'futesh për aktor? Dhe më nguli një... Ta shti unë men. Direkt. Një filist unë kok, aktor. është si mi e thonë djali tim tash, po ti pse nuk bosh astronaut? Edhe djali im realisht më e mor seriozisht në nisë me astronaut. Shkoj në shtëpi unë gjithë qefi dhe babës do shkoj do futem në akademi. O, tha baba sa mirë. Akademi e Rendi, tha bosh pelitën. Aty e kishte. Po raca ime në gjithë Hekraxhi. Xhaxhallaret Hekraxhi, do nuk kena lidhje me artin mos i vegël as fyllit as dajras, nuk kena lidhje. Po fare. Do të thonë vesh muzikor zero. Gjithë fisi im nuk ka asnjë. Samir tha babi, tha shumë mirë akademi, tha policia, jeri thash akademi artësh, dhe baba em ngeli, e kujtoj si sot. Do tha? Don për ne është si më u thon juve për shkak nuk e di që merrni me art. Filloni bëni hidrolik. Bravo, kupton ti shumë. Një familje që është artista, më thon djali du më bë hidrolik. E kupton ti tash si ngelet familja. Edhe më thoshte babai, çfarë akademi art është tu më çunë. Kupton se për atë duke një gjë. Do të thonë s'kishte lidhje fare edhe me tipin. Jo bot, jo zbot, jo iki, jo siki, jo unë iki nga shtëpia thash. Po mirë tha ik nga shtëpia, unë zot ndihmoj. Pa këtoj plaçkat, një çantë, Tiranë. Dhe 4 vite marrëdhëniet e mia me babain kanë qenë shumë ftohta për këtë arsye. Mos ja fut kot. Pse unë nisë morë vendimin dhe po erdha në Tiranë, 97 erdha në Tiranë. Dhe e kam marrë nga stacioni i trenit, çuna deri ke stacioni i trenit prap. Lokal më lokal. A keni punë për kamarier? Lokal më lokal. Si më dal sot. Dyqan po. Rreth bezi kam gjetë punë kamarier të Shallvaret, ka qenë një lokal të Shallvaret, një restorant. Ata shtatë ka qenë Kritlana ka qenë plot në logari. Vishin klienta me pistolet në tavolinë. Po për klasim. Fillova punë kamarier, babai thoshte po i ku çuni, unë s'pranoj të kthehesha. U bë një debat shumë i papar, jetoja në qytet studenti dhe çojnë vllain tim Erioni, i cili sot është në Suedi, për të ma mush mendje që të kthehem. Me botën ndërmjetësin. Dhe Erioni realisht më ka gjetë duke u la me sa plakë në qytet studentin në balkon. Leja se qyteti studentit kam parë unë plakë. Godina 13. Sa futesh kallaria, kafi i fundit, u la me sa plakë, se atëherë ku boj fjalë për dushe më burrë, kisha lënë legendin në balkon që të ngrohej. E moj me dhon. Vjen Erioni vllaim, Erioni ka qenë zënë shumë i mirë. O gjan tha çka po bëm më. Pse mor burr? Dhe fillon me më trajtu si të çmendur. Pra mënyra se si më afrohesh. Me kujdes. Ne foli me takt, kupton se nuk e kena mirë çunin. Edhe më tha edhe më fliste shumë butë. Më men kam bën një debat me te dera ambasadës amerikane, mu këtë sebi që futur në qytet. Po. Sot Erioni tu më fol me takt, tha do pimi kafe, do trajtoheshin tamam si të smur, kupton si në probleme. Tha mu ta duhet kthesh, i thash nëse ke ardhur për këtë punë, Ktheu mrapsh unë nuk vi. Ai shkoi në Shënjin, tha ai është çmen. Edhe fitoi fazën e parë. Mirë po atëherë konkursi ka qenë me 2 etapa. Konkuronin 300 vet. E di. Përzgjidheshin 20, nga këto përzgjidheshin 12. Po, e di. Kur fitova fazën e parë, thash me veten time arrita deri këtu dhe mos ta kap këtë gjë, më dukej ajo ka qenë periudha më e vështirë e jetës time, sepse në moment që fiton fazën e parë ti duhet hedhësh gjitha materialet poshtë dhe të bësh këngë të re nga fillimi, tekst të re nga fillimi, pra fix. Por nuk ka qenë si sot që ti klikon, duhet shkojë në bibliotekë kombëtare, të gjeje materiale, ti merr libra, fotokopje s'kishte, duhet ta merr me shkrim dorë. Proces i vështirë. Fitoi edhe fazën e dytë dhe papritur shoku ju gjet në Akademinë e Arteve. Si ja the aty në shtëpisë, pse si the babit? Ja thash aty në shtëpisë, ato nuk e perceptonin dot. Domethënë që unë, djali jon, dhe deri von babain tim në Shëngjin i thoshin ke fut mi kam qafsh na thuj ke si e fitoi djalë. Dhe babai im si ja kishte iden çka kanodh. U futëm në Akademinë të Arteve pas një lloj eksperiencë teatrore, pas i shfaqje teatri, don kur i kam pa për herë të parë përball Kastrio Çaushin, Petrit Malej, Elvira Diamandin, për mua më erdhi mali dajtit këtu. Kupton, pra ishte për mua. Un kam i sken me Aleksandër Gjokën në Lezhë, te bar Anglia nëse të kujtohet. Po. Se sot rinjt nuk e kanë problema për të flasin në rrugë. Më ç'a bë më lale. Erdhi Sandri për të bëj koncert në Lezhë, edhe doja të merr autograf, ma beson nga tavolina ime deri ke Sandri,
O vlla, më kishte vajt adrenalina 4000 dhe kur kam shku me I fol, të lutem jep autogram, dridheshin duart, këmbët, dora, syt, edhe syri ma bote kjo. Pra një emocion jashtëzakonshëm, kupton, ti shikoje këto njerëz, emocion jashtëzakonshëm. Idhuj tamam. Ti ndërkohë I kishe aty, kishe përditshëm se këtu gjithë legjendat e gjalla. Për herë, I don komisioni ka qenë Mario Ashiku, Kasio Çaushi, Petrit Male, Elvira Diamanti, kupton, ishin frikshme. Ishin për zotin. Unë u bëra, isha 1:10, u bëra 1:20, u rrudha komplet. Sepse ishte ku diun më merret tash një futbollist tonë dhe çoj tashin ku diun, ose dil ti tash në skenën më të madhe të botës, u do gjendin tash se I kanë syt këty. Definitivisht nuk kanë pa talent ka unë. Absolutisht. Do të kenë pa vetëm dëshirë. Dëshirë dhe forcë për me ikë nga një realitet. Pra nuk e besoj që ka qenë talent. Tu tregu më bëdhe se sa duhet. Jo, sinqerisht, sepse talenti është tregu, normalisht. Unë mendoj talenti është jeta krijohet që una duan disa element kimik dhe 1 grad temperaturë më e lartë se temperatura ambientit dhe jeta lind. Pra kjo grad temperaturë më e lartë është talenti. Drejt. Pra njerëzit kanë punë shumë edhe kanë atë shkëndijën, shkëndijën e kandelës. Po, s'mund ta hedhësh poshtë se e ke pas atje edhe nuk e besoj. Unë mendoj edhe kur e shikoj sot konkurimin tim, fizikisht kam qenë shumë mirë, kam qenë shumë I palestruar, kam qenë I lexuar dhe dashuroja letërsinë. Do kem pak e unë dëshirë, shiko, ishin vite shumë të vështira. Dhe në sytë të gjithëve ne ishte miqtë mi ikën gjithë në Itali shumica, me shkollë në Itali. Kush ngeli këtu, sa për fat nuk jetun dot më për shkak të armëve dhe të gjithë brezi jon kishte një dëshirë në sy me shpëtu, me ikën këtë realitet. Unë mendoj që ata kanë pa. Atë kanë pa ke unë. Kisha profesor të nderuarin Mario Ashiku, që është një nga njerëzit që ka influencuar më shumë ke unë artistikisht. I cili papritur erdhi një grup studentësh me trauma shumë të mëdha nga 97-a. Nga qytetet ndryshme, me realitetet ndryshme, njëri vite nga Tirana, njëri kishte pa teatr për ditë, kishte ardhur dhe Gendi nga Kautjes ke shkel kun teatr. Pra njëri nga Fieri, një nga Tepelena, pra gjithë to sjellin realitete. Nuk e pati kollaj me ne, madje u diskutoi që të mbyllej Evit. Pra të hiqeshin gjithë dhe Mario Ashiku I dashur, profesori im I dashur, që unë gjej rastin ta përshëndes, tha më jepni vetëm 3 muaj kohë. Pastaj marrin vendimin për ta mbyllë këtë kurs apo jo, se ishim me kolore kaq të ndryshme dhe ishim me identitete kaq kursin, ti them unë, Lul Zeqa. Marin Orhanosi, Olta Daku, Eriona Kakeli, Ervin Beleri, unë, Suela Xhomuzi, Elona Pajash në Amerikë sot, Stella Feshti, Jonida, gjithë I mamene. Dhe ishim në atë kohë kur ishe sot janë gjithë realizum. Janë figura, po janë figura. Janë gjithë realizum. Në atë kohë ishim grop komplet. Merë. Sot Mario me jep një mundësin, tha se do bëj diçka me këtë kurs, edhe kena pas vetëm 3 muaj kohë. Kena bo një super provim, dhe gradualisht, jo se jam unë pjesë, po gradualisht ai kurs, Mario bashkë me Altin Bashën, krijuan një nga kurset më të mira. Ke qenë Altini atëherë, Po, edhe Altini erdhi pedagogi 2, por fati ishte shumë I madh. Pata mundësi të punoj me Piromanin, pata mundësi të punoj me Çim Xhepën, me Bujara Siriun, me Vangel Toçën. Keron dur. Ishte periudha kur I takoje këto njerëz dhe punoje me to dhe po edhe dëshira. Akademia ka ndryshuar shumë sot. Shumë sot vinë me makina, parkojnë renxhat, më I pasuri nga Lena atko ishte që kishte biçikletë. Nuk duhet të jetë artisti I pasur plak. Drejtësh. Se edhe nuk mund të jetë artisti, sidomos student dhe fillim nuk mund të jetë milioner. Edhe nuk prodhon dot, ajo është. Pra, po ta shikosh në shtrëngimet më të mëdha, në varfërinë më të madhe janë kriju gjonat më të bukura. Ata prodhon. I ndarti më I mirë ashtu. Sepse mendoj që njeriu shkon në tjera dimensione dhe vibe-in e ka ndryshe. Më I pasuri nga ne atë ishte kush kishte biçikletë. Ishte gjithë me fjalë dëshirën për të ecë përpara, për të dhënë me fjalë. Nuk është se shkoi në shkollë. Me galu orët. Orenis, e kuptoti unë zbrisja nga qyteti dhe shikoja gjumë lancat më për. Ishte viti më ishte një tmerr I madh. Ishte një tmerr I madh. I më me gjithë po. Ose viti I ri që vend fishekzare që ishte vetëm. Ishte një tmerr I madh. Kupton edhe kjo solli ndoshta një dëshirë shumë të madhe, domthon edhe muzika atëherë, edhe piktura, dhe ishte dëshirë, varfëri kishte kudo, pasiguri kishte kudo.
pastaj erdhi vrasja e Majdarit, pastaj sulmon dhe kryeministrinë, pastaj sulmon televizionin, kupton, kanë qenë vite 98, kanë qenë vite shumë të rëmujshme në atë periudhë. Edhe për një tri që vendos me jetu, se aty për çan vite keq, se unë duke qenë Shëngjin, unë i kam pa gjithë eksotet, 91-shit, 97-s, gjithë shokët e mi ikën. Unë kam pa me sytë e mi një klasë gjimnazi, komplet klasa, nga Shkodra që kanë ardhur në këmbë, nga Shkodra kanë hyrë një dhe kanë ikë, i kam pa me sytë e mi. Dhe unë italishtën e dija perfekt. Se në Shëngjin i kap kanale televizive italiane. Dhe skenat që kam unë është që mamaja më kape ke këmbët dhe thoshte des nana po ikë ti. Edhe s'mlan me ikë. Unë i kam zgjidh letarin më burr. Anijeve, i kam shty anijet për t'i largu. Dhe thosha qa po bëjmë më burr. Ai është 97 është viti që vllai im iku në emigracion. Vllai në Suedi kishte vllai, no? Po. Pra, ne kemi qenë të dy me lek borxh duke prit që të vitet na merrte varkat na çonte në anije dhe në atë moment u kam thonë zvi. Pra, a vjen një thirrje nga larta, është një shkëndi që lind brenda te, nuk di ta shpjegoj, dhe vllai iku me nxënës i shkëlqyer. Iku në emigracion dhe unë ejta këtu. Po ne ejta këtu në 97-ën. Unë edhe shumë të tjerë. Periudhë shumë vështirë. Kështu që kjo mund të jetë, si më thon, djepi dhe foleja ku unë linda si Gent. Pra, po flas Gentin artist, nëse mund ta quaj veten artist. Po patjetër që. Se nuk është, jo. E tham, s'ka lidhje. Shikoj, nuk është mirë me thonë Robi për vetën e vet se e përcaktojnë tjetër kush. Patjetër. E ka përcaktuar koha, gjithsesi. Edhe ata komisiorit kanë pas drejt. Që duhet çka kanë pa, ja që s'kan më lodhen shumë, por jam shumë mirë njohës Elvira Diamantit, sepse këta ishin shumë gacaman. Kasioqa ushi shumë gacaman. Sot e kësaj dite kam mik shumë të mirë dhe ngacmoj shumë edhe dihet flasë për shnesh gacaman është mistreci papam. Po ai ngacmonte për me më zbërthy, unë kujtoj se po më ngacmojnë për me të ngurcu. Me ngurcu. Do të sigurisht adoleshent. Elvira ka qetësu situatën, jo qetësuese, s'është situata, tha, një sekond tha se e ashu djalin, tha. Edhe më mori tha merru me mua. Mos ma ngacmo djalin. Edhe sot e kësaj ditë unë ruaj një respekt të jashtëzakonshëm. Do mua më ka dhënë një dorë të paparë në konkurrim. Më ka dhënë një energji shumë pozitive. Po ti kanë 4 vjet, pastaj sa ishte akademia. 4 vjet shkollë, pastaj shoku ju. Po si ishte u ndadhe me, domethënë me zhanret, me dram, si ka qenë? Jo. Akademia e Arteve, aktrimi është e përgjithshme. Pastaj ti i jep shkëndijat e tua. Gjatë rrugës, po. 4 vite un kam qenë i bindur që isha aktor dramatik. I bindur. Dhe qefi im ishte të luaj role dramatike, role me vujtje, e kuptonti me poezi brenda, me ashtu. Një mesazh me. Dhe Altin Basha, regjizori, ne vinim provim ëndra Renate Vere, një kryeverat e Shakespeare-it. Edhe Altini më jep rolin, më jep 2 role, se luanin me dublant. Pra një natë luaj një rol, një natë rol tjetër. Më jep Nik Fundin, krye rolin. Më jep edhe Oberonin. Por Oberonin unë do ta luaj natë parë. Gjithë doshin me lujt Nik Fundin. Edhe i thash, ma e profesor me shumë, digjo më budalla, më thamë. Oberoni tha, e ka lujt figurat më të mëdha botërore. Dhe kisha shumë drejt, rol shumë i mirë. Dhe Altini ishte i bindur që unë kisha nuancat forta humori. Ishte i bindur për këtë gjë. Unë i thoja vazhdimisht jo, unë kisha vetëm aktor humori nuk role komike nuk dohet bëja. Ai shifte nuanca shumë të forta humori. Derisa arriti më bindi që unë bëra diplomën. Pastaj mora diplomën. E mora diplomën. 2001. I bën korniz diplomën. Palosa Plaçka në qytet studentit. Dhe kam ik nga qyteti studentit deri te stacioni i trenit duke qartë, po realisht duke qartë. Sepse u mbyll. Bona akademinë dhe tash do kthehesha si një cjap i qethur në shtëpi te babai. Pra s'kishe asnjë perspektivë. Me diplom, po s'kishte asgjë atë marrë. Se gjatë shkollës tush, po shifse se ku mund s'kishte asgjë. 2001-shin shumë pak televizione, teatr, shumë. Dhe ndërkohë unë kisha fillu bashkë me Belerin ke rruga me pisha, bënim role, bënim kështu personale. Shkoj në Shëngjin, babai e kishte pa diplomën time, kishte pa premierën time. Më tha mos u mërzit. Shkon Malzi, tha ke kushurit, kaloj e verën atje. Shkojnë Malzi, te kushurit e mi, dhe qatë bëje vërdal, dhe ato më kanë dhënë një Fiat Bresh nga ato të vjetrat, që unë të vija vërdal, dhe ka qenë një nga verat më i mërzitur, po dhe ja kam shiu shumë, në natyrë. Më vjen një telefonat nga Andeta Radi. Mika ime prej shumë vitesh, më thot Gendi, shap një pozicion për asistent regjisor të Rruga me Pisha. Do të vish? Paketoj edhe jetë njëjtën çantë. Paketoj edhe njëjtën çantë dhe një qytet studenti.
Edhe filloi punë me Andetën, madje kam një histori të jashtëzakonshme se nuk do të mërzitet që do të them. Andeta ishte shtatzan dhe ne kur regjistronim rrugën me pisha për BBC-s, ti e ke parasysh në ambiente dyshme një regjistrojnë tarac, një poshtë, në podrum një, kupton? Andeta ishte shtatzan burr, ishte me djalin. Po, djali sot e ka 20 ca vjeç. Edhe mo Andeta me barkun ke goja, kupton, muajin e fundit gjemon me mikrofona se ishin aktor, skena që bosh, jo po duhet ambient me makina, jo po duhet qetësi. Ja, kishim lënë mëngjes për kafe ke lokali përballë Radio Tiranës. Kaloi ora 8, s'po vinte. Ora 9, e marr mua Andeta ku je, unë jam baterinë. Disa skena me Andetën, sa Andeti ishte edhe aktore, janë bërë realisht brenda në maternitet. Mos e fut ka. Ka shumë regjistruar atje. E madhe. Fillova asistent regjisor ke rruga me pisha. Pastaj një miku im që ishte aty tha do hapet një fondacion gjerman tha për të ndihmuar të rinjt. Gjermanët janë shumë të zgjuar çuna. Që në 2001-shin kanë filluar të shkollojnë dhe të bëjnë me profesion ata që janë të imor sot. Pra detyra ime ishte fondacioni Deutsche Weltungenhilfe, fondacioni gjerman për rinin. Unë shkoja në shtëpitë më të varfra të kombinatit dhe përzidhja fëmijë të cilës kishin plan me bëj shkollë. Gentin. Edhe pyetja çfarë do të bësh ti vlla? Unë duhet të bëhem mekanik. Okej. Shkoja ke mekaniku më i mirë kombinati, thosha sa lek do ti mi bësh këto 6 nxënësit mekanik. Thoshte ai kaq lek. Unë e paguaja me faturë. Dhe Gjermania që në 2001-shin përgatiti mekanikët, infermierët që ekzistojnë sot që i marr sot. Që po i marr mbrapsht. Ndodhi atëherë filizat. Po un kam diplomuar mbi 300 student kombinat. Çfarë thumë? Po, që paguhesh nga votacioni gjerman. Pa pritur një ditë bukur teksa bënim këto projekt. Ishte form scout, po them. Unë isha scout, bëja pagesat me fatura me çdo gjë dhe bëja lidhjen e këtyre dhe për një mekanik ishte fat i madh burr se i vinin 6 nxënës i cili i kishte punëtor kabe Chelsea merre këto bëj dhe paguaj me staf. Po sot e kësaj dite un kam shumë rroba qeps barangoze kështu të cilët i kanë bërë student edhe kur i takoj me shumë respekt. Teksa pinim një ditë bukur kafe tek Galeria Arteve ka qenë një pemë e madhe nëse ju kujtohet. E mojmë pemë. Vjen Angela Chicopano dhe thotë Top Channel do bëj një projekt shumë të madh. Sa kishte shpërthyer atëherë Top Channel dhe donte sigurisht shkonte në gjurmët e Mediasetit. 2001-2002, ha? Bravo. Edhe thotë kanë ndërmend të bëj një spektakël humori. Ne ishim duke u çlodhur nga një projekt që kishim bërë Karvani Antikorrupsion. Romiri, unë, Erant Sojli, gjithë ky brezion, Luli, Marini, gjithë grupi jon. Gjithë grupi. Do bëhet një spektakël shumë i madh humori, thot Angela, Top Channel ka filluar audicione, do bëjnë Xelik, stili Xelik. Po. Unë e kam dashur shumë si zhanër. Shumë. Madje një nga incidentet në Akademinë time të Arteve është që një nga provimet e fjalës artistike unë kam bërë monolog stand-up. Pra ata ishte gati ishte një thyrje e kushtetutës, se përgjithsisht atëherë mësua që monologjet janë nga Shakespeare, nga Molieri, nga Bertolt Brecht, nga ashtu, dhe unë mora një monolog stand-up, Giorgio Panariello si të vrasësh një vampir. Mënyra të vrasësh vampir. Edhe e di pse e bëra më tepër për të çliruar situatën. Por shumë me Lul Zeqen, edhe një tjetër rast, kemi bërë poezi të Kiço Thomas Spirit, poezi erotike. Provim fjalë artistike. Sigurisht mbështetësi i projektit ishte Ndriçim Xhepa, i cili shumë open mind, dhe tha pse jo, janë ato gjarë për do të bëhen ferr domethënë, ta zë me dorë atje ku e ke poezit. Mirë po, shiko ç'a ndodh. Në debatin që u bën në dekanat i thash, po mirë, nuk jeni mërzit duke dëgjuar gjithmonë të njëjtat poezi por Esenini, Pushkini, nuk ju rreth vesh i gjon ndryshëm. Unë e pëlqej shumë kur del diçka ndryshe, një zhanër i ri. E kam shumë qejf. Do thotë që ti ke dalë nga rreshti, ti ke dalë nga korniza, ke filluar me papërtej, jashtë kutisë. Dhe për një artist kjo është esenciale, e kupton? Patjetër. Pa ta bërë monologun stand-up Giorgio Panariello, sigurisht auditori qeshje më fund, po në dekanat patën tërheq vërejtën, po unë e doja shumë si zhanër, më pëlqente shumë. Dhe sot e kësaj dite është një nga zhanrat që unë tërheqën vërejtën dekanat? Po. Tërheqën vërejtën sepse për ata fjalë artistike është një monolog, ishte akoma kështu, kupton që një monolog serioz, po. Akoma tabut e vjetra. Por stand-upi është marrëdhënia me publikun është shumë më afër. Zhduket muri i katërt. Zhduket kjo marrëdhënia e distancuar dhe është si për ju këngëtarë që shkonin dhe këndonin mes publikut. Ashtu është. Për një artist të janë shkelje në territore të panjohura. Edhe më lumturoi shumë ky fakt. Edhe filluan portokallin. Por pëlitjet kanë qenë të jashtëzakonshme. Aty kishte audicion apo ju futët? Audicione, unë kam bërë 3 herë audicion për të futur portokallin. 3 herë. Altini ka qenë çat herë? Altini, sepse ç'a ndodhi,
Ditan Hoxha bëri një zgjedhje shumë të zgjuar, miksoi të rinjt me të vjetrit. Pra mori dhe Gon Lagen që ishte pres pak më i madh, mori dhe Vangel Kozma, Jani Durin që ishte skenarist më të mëdhenj se ne. Mori Gens Fugën, mori me Xhelilin, por mori dhe grupin e studentëve të Altinit, që ishim ne dhe disa të tjerë, Sojli, Romir Zalla, që pak a shumë kishin dhënë shenja komedie në projekte mas akademisë, pra kishin nuhatje. U bë një miksim shumë interesant dhe Portokallia ka qenë një, më kujtohet si sot është bërë, nuk e di e ke mbritur ti Gent, ka qenë poshtë piramidës, salla e vogël ku është bërë fiksi, top show. E kam arrit. Dhe unë maj mend që kemi bërë 5 ditë prova pa ndërprerje. Se do ditë top show. Dhe brenda top show. Dhe brenda top show do integrohej Portokallia dhe do ditë bëj një tip marketimi. Pani ka qëndruar aty non stop. Gjithmonë ka qenë. Jo, po se tani aty ka qenë, po non stop në prova. Se vjen pronar, jep 2 direktiva, thoshë, po ka qëndruar aty, është për planet, për detajet, për gjë. Dhe ne ishim kështu, kjo s'kishte ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Ne ishim çashtu ndodh më për vetë. Ç'a po duan me bë këto njerëz? Doli top show, prezantohet Alban Dudushi, u integruam ne dhe Altini ne na kishte gjetë një profil, thoshte do jeni një grup hip-hopi që bën një rim, unë një vesh muzike, po 0-0. Shiko, për 8 zeros. Për 8 se stërgoj një histori interesante në akademi. Na jepte muzika Stilot Tusha. Se ne bënim, se bësh edhe muzikë. Po patjetër bënim balet, bënim betejë skenike, bënim veprim skenik, bënim kanto. Patjetër më. Atëherë edhe më afroi ke piano tha për të bërë këto. Si quhen shkallët, si quhen vokalica. Ka Begendi thë pa. Jo, dëgjoj tha. Do të ta jap klasën, pa mos më shkel. Mos e vot më këtu mrena. Mos ma shkatro grupin. Edhe ç'a po ndodh thoshim valla, ç'a po ndodh, ç'është kjo gjë, ç'a duan të bëjnë. E dia Xelik, e shikoja Xelik. Po po krijoi top show. Filloi fiksi, pra ishte i televizion si asnjëherë tjetër që kishte ndodhur në Shqipëri. Se e kanë bërë dikur programin në burr, po kanë filluar në mars për të nxjerr natën e vitit 3. Kurse kjo ishte javë për javë. Pra javë për javë ti duhet prodhoje një numër të cilin njerëzit duhet ta pëlqenin. Dhe paradoksi ishte që njerëzit ishin live me bileta të prera. Pra sot nëse ka përfunduar disa spektakle që e paguajnë publikun. Atëherë publiku priste bilet, vinte për të parë një shfaqje teatri dhe ishte përgjithësi shumë e madhe. Po, patjetër. Plus që ne vinim nga një plejad aktorësh humori të jashtëzakonshëm, se Vdeta, Fadil Hasa, grupi i madh të cilët ishin korifenj. Kupton, ishin korifenj dhe po dilte kjo garda e re. Dhe publiku ka tendencën që gjën e re të shohim me rezervë. Nuk është se përqafon më herë, kupton? Ç'a po ndodh derisa filluam të kuptojmë që tani kishte ndërmend ndërtonë një show shumë të madh, një televizion poliglot, një televizion gjithëpërfshirës. Pra, krijimi i topit atëherë ishte për ne një shifshim Mediasetin, por ne s'kishim arrit të futeshim brenda. Kishit mrena gjës, brenda studiove, brenda gjëra. Erdhën kamera moderne, erdhën vegla muzikore moderne, unë kujtohet që erdhën ato violinat që ishin me korrent, erdhën mikrofonat këtu. Erdhën mikrofonat vegjël këtu, grimi, ishte serioze gjëja. Jo serioze, po dhe investuar edhe e kërkuar, e kuruar me rroba qeps, me grimjor, me kostumograf, me standarde europiane. Pra, tamam. Ne si ishim mësuar kështu. Dhe përgjësia realisht brezi i parë i Portokallis ka pas një përgjësi të jashtëzakonshme. Më kujtohet net të mia për gjumë për shkruajt materialet me çunat pa gjumë. Zdilte materiali, krijoi ide që publiku së pëlqente. Dhe gjithë kjo përpëlitje ka ndodhur muajt e para deri kur kemi bën numrin, u bën e ti shpëtim. Unë Ermali Juli që kemi bën numrin, kishim numra të mirë, shumë të mirë me Gent Bacon. Po ishin këtë javë si ishit gjo, po kjo ishte e mirë, ishim kështu. Dhe në Librazh ndodh një protest dhe një plak pa dhëm në gojë, e kishin gazetat, unë do mundom ta gjej, ta kem kujtim atë. Dhe kishte dalë një plak që thoshte Berisha u bën e ti me batutën tonë. Nga një moment pastaj ndodhi një kthes. Dhe u volos si thosh. Jo se publiku na pëlqeu më shumë, po u çlirum ne. Po. Pra ne na ndodhi një ikje stresi dhe tensioni. Është shumë i vështirë humori çuna. Patjetër. Është llahtarisht i vështirë.
të ulen 500 vjet përpara thon, Na bë me qesh. Vazhdo, po. se në tavolin thyet situata, kur Barcelet se tregove gjë, okay, s'qeshën shumica, patjetër janë, okay, ja të shohim çfarë po na bë këtu tani. Kupton? Dhe kjo është ndoshta për publikun s'është asgjë, po për mua si gent është Kur jenë skenë sidomos ka dhe kjo ndodh edhe kur nxjerr një shfaqje të re. Pra mundohem shumica është dëgjim të dëgjoj si reagojnë, si pa e marrin batutën, ku qeshin, ku duhet me forcu, ku duhet me ecë, cila nuk gjithë është një analizë. Por e kam shijuar shumë portokall. Më ka stresuar shumë portokallia, po dhe e kam shijuar shumë. Numra shumë të mirë kanë qenë klarë. Sa vite ne të dy? Kemi qëndruar që kur u hap deri në 2008. Nga 6 vjet si bie, 6 vjet. Po. Natë çdo fundjavë kemi dalë dhe numrat i kemi të shkruar, i kemi të ruajtur, kemi kujtime shumë bukura. Për shembull, një nga ky numri që të përmenda u bën ti më shpëtim, ka lindur nga halli, sepse Altini na hoqi numrin. Ne kishim bërë një numër që hyp ajo do të vrasi veten, ky lutet nga poshtë me shkallë bile krijuam edhe dekorin. Ndodh një vetvrasje që një zonjë hidhet nga balkoni në Elbasan, ndodh ditën e premte plak. Jo. Dhe vjen Altini me gazeta, se Altini vinte me gazetat. Ti nxirrte përpara, po. Dhe tha ndodh tha numri bie poshtë. Ka sens, po. I thashun, po mirë, s'po dalim këtu. Çfarë futim më plak? Numër tjetër tha. Po kjo ishte të premten Para premten darkë shtunën mes. Po. Në shtunën se bëheshin 2 shfaqje, bëje premten darkë, Po. konfirmoi numri, rregulloi dhe bëi 10 shtunën shfaqje prap me publik të rregullt regjistroi. Me filmim, dilte dielën. Me filmim. Çfarë thumër thot Altini? Numër 3 nga fillimi. Altini thash, si të bëjmë numrin, ne kemi gjithë anë që punojmë. S'mi intereson po. Dhe e kemi bër, e manë në banjot që kanë qenë në fund atje, banjot, te banjot duke pi cigare. Te banjot duke pi cigare, para se Stalinin pinin cigare atje, dhe atje ke banjo ishte tek pinin cigare. Ermani që ishte gjatë posta, fike më të Ermani se ka pi kur, fika atë se unë e Juli cigaren në fytyrë, ha ç'a bëjmë se angfi, merr aku dhe doli ai numër. Dhe siç duket destini deshti që ai numër ishte kishte sukses. Kurse pret fare domethënë. Por përgjithsisht edhe ne kështu e filluam një numër, merrim gazeta, hapim lajme çfarë po ndodh dhe merrim shumë spunto nga realiteti shqiptar. Realiteti është shumë i mirë për të krijuar gjëra interesante në Shqipëri. Edhe muzikë, njëta gjë është për zotë. Njëta gjë, komplet. Po gjendo, ti ke qenë student kur ke lut ke njerëz dhe fate ke para? I sapo diplomuar 2001. Sa kishe marr diplomën? Po. I sapo diplomuar, kam filluar diku fundi vitit 4 dhe filmi doli masi unë isha diplomuar. Po realisht aty unë e kam ndier çfarë është populariteti për herë të parë. Buj ka pasa. Jo puj. Po shumë. Në atë verë unë xhiroja në Pogradec me Tan Minarolli ndjes pas xhiroja filmin Nat pa hënë. Ishte edhe Eni Jani aktore. Ne dilim rrugëve të Pogradecit, çuna e pabesueshme. Domethënë kur kujtoj sot, ore nuk të lini njerëzit kaloje pa të marrën shtëpi më burr. Vinte ora 9 sprazë Pogradeci. Domethënë ka qenë edhe vite ku vinte nga një varfëri artistike shumë e madhe, pra 91, 92, 93, 94, 95, 96. Ka pas shumë mungesë. Vdekja Kalit është prodhuar një 2-3 filma, mungesë shumë të madhe në komedi, mungesa shumë të madhe në estradë, në muzikë, kupton, të vinte nga një etje shumë e madhe e njerëzve për të parë. Po, normal. Emigracioni kishte bërë vetë ish largu shumë, dhe koncerti jon i parë me Portokallinë në Londër është te imagjinatas, po. Çfarë viti ka qenë? Kur keni shkuar? 2006, 7. Po. Njerëzit ishin pa letra. Pra ai kishte ikë në Angli 94-ën. Dhe ma beso, vini njerëz dhe më bënin që ke me vërtet pi. E kishin pa mundur vini, internet s'kishte. Normal, ka qenë ndryshë. USB nuk ekzistonin, shpërndarja si është sot nuk ekziston, dhe për ata ardhja jon, vajtja jon atje ishte, ne kemi bëj koncert për te imagjinatës. Njerëzit të përmalluar se ishin larg, nuk është si sot është zvoglu bota, por sot fluturon shkon vjen për ditë, Anglia fluturime drejt për ditë. Atëherë ishte sfidë e madhe, por leqës ishin letra, shumica ishte regjistruar me emra falso. Tuan shfaqe. Ne organizuam një koncert Itali, Greqi, Angli, jashtëzakonshëm, një tur të jashtëzakonshëm. Zona italisë këthe e bëm me autobus, po Greqin, këtë Anglinë me fluturim. Aty kam shkel në Angli për herë të parë. Kemi bërë një po me vizat e patët kollaj. Shumë vështirë për nxjerr vizat era. Ka qenë periudhë tjetër e burr normal. Shumë e vështirë. Është vështirë tash, jo më atë. Tamam. Po njerëzit kanë fjetë ka ambasadë italiane u burr. Ai manin me kartona. Me kartona. Dalja jashtë atëherë ka qenë eveniment shumë e drejtë.
Por më tepër në Angli. Po në Anglia ka qenë shumë e vështirë. Shumë e vështirë për të marrë vizë. Kanë pas ambasadën këtu ke rrugë ambasadave, pritjen rradhe, dokumentacione, sa të ardhura ke, për çfarë do shkosh, për çfarë do vishe. Pastaj sot kanë ndryshuar gjanat çuna. Sot i thotë jetet jam shqiptar, jo pa të dritë qerpiku, po me një farë kanarie. E drejtë. Atëherë kur thosh jam shqiptar, ulçe kokën. Edhe se thoje shpeshherë, shumë nuk e kanë thënë. Ulje kokën, sepse o kriju një jo se shqiptarët kanë bërë as më shumë as më pak se ç'kanë bërë tjerët, siç bë çdo popull, e kupton? Po u kriju një feedback për shqiptarët që këta të vrasin, këta të vjedhin, këta të përdonojnë, ta të fusin durën në xhep, ta të marrin, e kupton, ta jenë pa besë, e kupton? Dhe brenda një dekade, brenda 10 viteve gjitha kjo ktheu. Dhe tash që isha në Itali para 3-4 muajsh, e thoja me zot lart. Po patjetër. Dhe e thoja krenar. Ka ndryshuar. Dhe mënyra si më shifshin njerëzit me një farë dashamirësie, sepse e kuptuan që ne jemi njerëz shumë të mirë. Sa kokra sa bën tufën o burr. Patjetër mos si çdo vend botës normal. Tash vikingët kanë thërë Europën deri para 200 vjetëve më burr. Shif sot Norvegjë. Çfarë thon norvegjezët? Po anglezët, po këto gjatë kohës Portokallisë, marr me teatr, domethënë ke pas kohë. Portokallia jepte më pak kohë sepse kishte fundjavat e zënë. Pastaj ndodhi krisja që unë e Juli u larguam nga Portokallia, shkon në televizionin Klan, patëm një vit tentativ për të ndërtuar një spektaklin ton, nuk funksionoi për 1 milion arsye. Dhe të dëshpëruar, të mërzitur, takojmë një njeri i cili ka emrin Ardit Çausholli dhe i shpjegojmë formulën tonë çfarë kishim plan të bënim. Arditi dashurohet në formulën dhe pi një kafe me Turian Hyskon. Dhe Turiani thotë me zish po pres ti marrë ato çunat, fillojmë Vision Plus dhe bëjmë apartamentin 2x. Por sinqerisht ti e ke pas ju e keni pas ju kështu. Po nuk e di, ajo ka thonë këtë skenë. Momenti që është bë apartamenti 2x i pari, unë di që jam kthy me fytyrë nga muri dhe kam çaj gjysore. Ka shumë ishte akumulu mall për publikun, dëshira me dal, frika e dështimit. Çdo gjë ka shumë sa Julia më mend që thoshte pse qan më plakena dal mirë dhe unë qaja, domthon ka shumë isha akumulu. Sigurisht i dha një dorë shumë të fortë ribashkimi me Ermalin, sepse Ermali ka qenë guest natën e parë. Ka qenë i ftuar për parë një herë dhe për tik. Ermali i pëlqen shumë formula dhe Ermali vendos të rri dhe ajo na dha një boost adrenalinën karorë, kupton, të jashtëzakonshëm. Se plotësohet grupi, kupton? Normal, keni punu kohë gjatë bashkë. Dhe filloi apartamenti 2x ka qenë një arktim jashtëzakonshëm, ka qenë një energji, po. Shumë e burr ka qenë si ide. Më një herë që erdhi pronari i televizionit dhe pa që ne çdo numër shkatronim fakturë do të më bëj skenografi të re nga fillimi. E shijuam shumë. Edhe ajo për publikun, kur ka ardhe ka pa publiku për herë të parë, s'po kuptonin për një moment çfarë po ndodh. Po normal, pra ishte gjërat e reja. Pra po ç'ne këto e marrin këtu dhe bëjnë këtu spektakël. Vërtet ka qenë pas skenare, më thënë kështu apo? Parat kanë qenë pas skenare. Sigurisht, shiko, krijohet një trajektore, sot do lëvizim nga këtu do shkojmë aty, por shumica janë improvizime, janë budalliqe. Dhe është e bukur. Dhe publiku për herë të parë thoshte, "Çfarë po bëjnë këto? Çfarë po ndodh me këto?" Aty filloi një fazë jashtëzakonshme, por erdhën duke u rrit çuna. Vjen duke u rrit, filloi ndryshojnë kërkesa ndaj vetës, fillon edhe lodhesh, e kupton Gentin, pastaj televizioni ju e dini shumë mirë, do ditë një gjë të re të freskët. Po, patjetër. Një këngë të re, shumë e bukur kjo kënga, po na bëj një tre tash, e kupton pra. Makineri e madhe. Por aty vazhdo të javë për javë, njëta gjë, njëti intensitet. James Belushi ka një postulat shumë të madh që tha pse po ndodh, pse kalove tek droga, pse kalove, tha, nuk e ngop dot publikun. E kishte prej hallit. Është një kafsh e uritur, është një përbindës i uritur që do çdo ditë një gjë më të mirë se ajo që ka parë. Pa mundur ta ngopësh. Dhe nëse ti bjen në këtë rreth vicioz, fillon pastaj konsumon havetën. Dhe fillon të kthehet. Kjo ka ndodhur me mijëra dhe mijëra artista, Jim Carrey. Po, shumë ka, shumë gjithë depresion kështu. Robin Williams, e kupton, po marr se komediani unë nuk jam as sekundi ta quaj vetëm komedian, po komediani është në një nivel tjetër. Edhe perceptimi, edhe energji, edhe fjalë që nxjerr nga goja. Pra është nivel, ai bën
humor me ngjarjet më të zeza, ai bën humor me veset e një populli, ai bën humor me gabimet e një populli. Ka dhe inteligjencë brenda, ka dhe shumë inteligjencë. Ti bën humor me gabimet e tua, ti ke dalë mbi gabimet. Po marr shembull të bësh humor me gjakmarrjen. Do thotë që ti e ke kapërcy problemin dhe ke filluar me e pa nga sipër. Kupton, ke filluar me e pa ftohtë. Dhe këta janë komedianët e mëdhenj. Billy Crystal, po marr shumë. Dhe që dish me gjithë me depresion plagë. Robin Williams, Jim Carrey, gjithë me depresion. Sepse është ta thash, publiku është një përbinç, është një kuçeder e cila do që gjithë kohës. Ti mendon që pa e ngop? Asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Ti mendon që pa e përballon, faktikisht pa e përballon. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Ajo konsumon avash avash. Mosha ikën, vitet kalojnë, ndryshojnë pritshmëritë, ndryshojnë prioritetet dhe fillon të kthehesh në një o bosh i bezdisshëm, o bosh bajat ose fillohesh me gjet, pastaj siç ndodh se nuk du ti siç ndodh me këngëtarët femrat pa talentuara që fillojnë duke hequr në cop fustani, kupton, sa më shumë. Ai cop fustani. E vallë kjo. E kupton, pra fillojnë kur s'kan talent fillojnë zhvishen, e kupton gjendin pra se duhet majt. Pra duhet gjeti formë me majt, mi majt syt këty. Po mos e këndo, si ka përcjellë nga humori i përjashëm, shkove ke stopi. Erdhi një periudhë që apartamenti prapi gjë e re për ty. Erdhi një periudhë që apartamenti mblodhi shumë. Projekti origjinal ka qenë 35 minuta. Turi filloi gradualisht të çoj 2 orë. Gradualisht 2 orë. 35 minuta ka qenë? Projekti origjinal është 35 minuta. 35 minuta, një puntat. Mirë po që ta kthej, shiko, problemi është edhe me sponsorat u burr. Se sponsorat nuk pranojnë të sponsorizojnë një gjë që se kalon 60 minuta. Patjetër. Tani i thoshim, o njerëz, kjo është 35 minuta. Kjo është 40 minuta, that's it. U thon që nuk e zgjat dot. Po të kesh. Ta kesh telbin, ta kesh energji për javën që vjen. Turi e çoj 2 orë. Po vetëm ndrimet e kalimet e bonat e gjona ishte shumë gjona po. Dhe më erdhi propozimi nga Sajmiri, kolegu im aktual, tha për të bë, unë kisha bërë një tentativë me Fixin, kam bërë një audicion me Kozetën, me Kozeta Kurtin. Kam një kujtim shumë të bukur me Kozetën, kisha bërë një audicion. E pashi çik skeptik, por unë jam natyrë që e vëre shumë qytetin dhe jam natyrë që jam pak natyrë kritike me gjona që nuk funksionojnë. Edhe nervozom, dhe duhet ta ketë një njeri që e bën këtë punë, duhet ta ketë këtë kosherën me blet tu brenda që i guxhin që s'ka parkim, që është rruga me baldi, ja Berenizi kur po vija këtë thotë pse nuk është në rrugën me plak, kupton. Pra, shiko, dhe kur më tha Gendi e ka shpinë këtu i thash si ja bomor buri këto, se jo, shiko, për ne 99.9% që jetojmë jashtë bulevardit kryesor Tiranës, ky është problemi i përditshëm. Nuk po flas për ata që jetojnë ke sheshi Skënderbes, ata janë rregull, kupton, po flas për ne të tjerët. Pra rruga që nuk shtrohet, e kupton, pema që nuk mbillet, taksa që shkojnë kot, e kupton, jo vetëm tek ta që janë, po tek të gjitha 30 vitet e fundit, më nervozon, më shqetëson. Po është detyrë e artistit kjo. Më nervozon, më shqetëson, më mërzit, e kupton, më revolton, e kupton, dhe e bëj me qejf këtë revolt. Se pastaj ke vdek, kupton, pas bëri përshtypje se do ta thotë fjalën vet. Po ke marr fund tash pastaj, kupton, dhe pastaj dil mbill pe, mbaj lopatën e politikanit dhe janë rregull, dhe e kryeva atë punë. Unë nuk jam ky. Dhe besoj që më erdhi shumë mirë bashkëpunimi me Sajmiri. Sajmiri është një makineri e madhe informacioni, e ka dhe për eksperiencës, është një torno e madhe që punon gjatë gjithë kohës, ka një energji të jashtëzakonshme, kupton? Dhe sigurisht keni pas misi që nga topi apo që nga topi, po. Misi, kemi pas njohje, flisnim, takoheshim, po ne kishim përballë më burr, Fiksi ka qenë këtu, ne ishim përballë. Po. Pra ndërprisnim ne që të bënin regjistrimin ato, mbaronin ato, kupton se me një regji, ka qenë regjia me xham, nëse e kujtohet. Bëm një audicion, një pilot të jashtëzakonshëm, shumë të mirë. Edhe filluam. Un kam rolin e Spalës, që është rol, jo se e bojnë, por rol shumë i vështirë. Patjetër. Është ky njeriu që është populist, Sajmiri ka një uri shumë të mira juridike, jo vetëm Sajmiri, çdo njeri që ka probleme pronat është bosi gjys juristi. Është bosi gjys avokati. Në halli, kupton? Edhe un kam tendencën me hedh ngacmimet e mia, kupton, që të ka vërtizë gjëja, sigurisht do ironi, do sarkazëm.
por Shartë në vete dhe plako. po çuna sa probleme ka ky popull. O zot i madh. Po tani që e kujtoj po me O vërtet. zot i madh, ato 500 megabajt që unë Qa kam ju vinë lira aty? ndrumi zën për ditë me informacion. Se kaq ka. Domthon po të bëj një xhiro nga këtu deri ke rruga kryesore, do takoj 4 vet, të cilët kanë probleme o me pronën, o e kanë nxjerr nga shtëpia. Po Si është këtë që tash që ke vite aty për shembull, dhe njerëzit e dinë. Kapin rrugë për shembull thonë, një gjë kam këtë hall për tamam. ditë, për ditë. Për ditë, telefoni im nuk pushon, mesazhet, le që i marr gjithë në telefon. I adresoj aty ku duhen. Është një punë që e kena marrë përsipër për ta bërë. Jeni si deputet me fjalë. Nuk mund të bësh tashi se unë dal në televizion dhe kur mbyllet studio, unë e mbyll janë tash dëgjojmë kështu. Ajo lale kur mbyllet studio, fik Chelsea no, jo nuk e fik do Chelsea. Sepse Ke emision s'ka lidhje. mua më ka ndodhur vetë çuna kur dikush hedh sinjalin SOS në det, ai ka hedh sinjalin SOS vlla. Ai ka hedh sinjalin SOS dhe ai pret ndim. Tash nëse boti si Ania që se pa sinjalin e Titanikut, ja bëri pranë u mbytën ato, se ishte afër, ishte 50 kilometra larg. Pra kur hidhet një sinjal SOS, sa të kem dorë, nuk po them se jam deputeti apo drejtor apo kryetar bashkie po sa të kem dorë për ta ndihmuar, për të dhënë shpresë, për ta drejtuar, nuk kushton asgjë. Nuk kushton asgjë, është më jep stres, lodhje pa diskutim. Më jep stres kur shqiptarët janë këto që thonë anonim të lutem, më japin më shumë stres. Gent më shpris puseta ke lagja anonim të lutem. Ma e di gëndon nga të lutem. Faleminderit. Më shprish puseta anonim të lutem. I them, po pse anonim? Po jo se nuk më dali emri. A mund të dal me kurrizon të flas që më shprish puseta? Po mirë, di me kurriz. Me ato që trashet zonën. Shiko, është bukur kur lufto tjetri për ty, po do të më luftu dhe i qik vetë. Do të më luftu dhe i qik vetë, sepse pastaj ju japim sinjale që ne jena popull pa shtyllë kurrizore, siç ato e kanë marrë sinjalin shumë të fortë. Që jemi pak popull pa pulс. E kupton? Kjo është e vërtetë. Pra rritet nafta, rritet çmimet e çdo pa pulс. Tamam. Po do gjendin Dhe jo më pa kontrolitën. pulс. Pikërisht për këtë gjë. Vllai ta ka mat pulsin vlla. Thot S'ka kërkesë llogarie. nuk ka. Kjo është gjëja që më nervozon shumë me këtë realitet në Shqipëri, që ka një farë shiko, administrata është bërë 150.000 vjet dhe gjithë ne kemi nga ideal daje që na punon bashki. Pra nuk mund ta lëm Shqipërinë peng të djalit dajes që punon bashki. Kështu që duhet më vojë çik më kërkues shqiptarët për drejtat e tyre, se ato taksa i paguajnë më për. E bukur është të gjithë flasin për kafe, të gjithë diskutojnë. I pan kafe në Facebook, në Instagram, jemi gjithë revolucionar. Jemi gjithë revolucionar. Po muhabeti me mbledh gjithë bashkë me bëj protestë për shembull për hallet e lagjes, po them më larg. Po kafja kuqezin Paris bën revolucionin francez. Pra në kafe nisi. Po, patjetër. Idetë e mëdha e revolucionit francez. Dhe u materializuan rrugë, pastaj u bën barrikadat, ran mbretëria u bën revolucioni. Ne ngelemi në kafe, paguhet fatura, kur shpërndajmë shtëpi kemi lënë gjithë në kafe. Shumë e drejtë. Kam një skeç që mban mend, skeçi më epik i Judi, që mban mend që të kap me të vërtet ndjesh krenar që Zenon për shembull. Shiko, kam shumë gjëra, por mund të them skeçet që kena bojë gjocit më të mëdha të botës. Atë mund t'i them. Kupton, për shembull ka qenë një skeç me Vis Pupën. Unë luaj Sabianin, Juli lutet Big Mama. Po e majmë. E madhe. Dhe ishim të rimër buri dhe ishim të rimër buri, ishim nuk na botë syri tërë më buri. Kishim marrë një Volkswagen të kuq që ishte makina Avdiut, që ishte çere i cili s'na kishte dhënë lekë të koncertit. Dhe ne vim tash për t'i marrë makinën peng. Ishte Vis Pupa, Vin Beleri, dy pakica. Isha unë dhe bja Big Mama Juli që unë të marrë legët, dhe skena është që ne hypim makinë, ndezim makinat në skenë, i fus marshin e parun, Visi kapet ke mrapa kolpi, Vin Beleri kapet ke komët e Visit, dhe ne kena dal nga skena ato zvarë, e ketë filmume. Po vlla e ketë filmume. Dhe ke pasysh ka qenë me dishes, pas e zbizë makina, dhe masine nga lumë, shtofim mrapa ne ishte Visi, Vini. E një mirë shok. Thash po, qyqër e bona, si u vara më dha, si po ti tjetëri më dha. Një skenë epike ka qenë me Beskallaku, numri që kishim që marrim Viqin në skenë, që boja shitjen Viqin në skenë. Jo, këto se pas kam kap. Ja foti aty në skenë? A i si shduhet se nga dritat, se nga
publiku, i hapi kamët, duri kamët, dhe nuk lëviste. E ka marrë besi, e ka ngrit. Po skena me Florin që ha të polici, që ha të rëndafilin, por ajo është, se vjen një moment që edhe ti vetë nuk e përballon dot më. Humorin, kuptohet. Po. Skena ishte që Flori kur jep çilieta të rëndafilin, karafil, se që ishte, ai Flori nga qefi e ha. Se mire hëngër, po ku duhet qosh? Se do qosh poshtë. Do vësh batut. Dhe plak Flori flet dhe i dilnin petalet rëndafili. E keni të filmuar, është për ne në sken ishte por e Flori kolliti dhe i dilnin petalet, po, si personazh film realizatimor, po. Ama i gazin atë moment, po, ama i e qeshur në atë moment, po. Ose Nuri Marian Çani, për shkak që shumë vetë nuk e kanë besu, ka qenë skena lartësi 80 pond. Po brenda ishte me hekura me gjëra me kabl. Dhe tani për kokë forcin tonë sa e mund bëhe me kat, po nga që Portokallia ishte një spektakël pa ndërprerje, pra fillon dhe mbaron si një shfaqje. Njerëzit shifshin një shfaqje. Sot i ndërpresin, shkon ndron fustanin ajo, e ndron kostumin ky tjetri, e kupton? Dhe ne kishim bërë një numër që shkon Arjan Çani për të bërë operacion plastik dhe ata e kthejnë Fatoslano. Juli me Ermalin. E kthejnë Barrelen me kurrizë nga publiku, ishte hap një kapak të skena, dhe Gendi është fut por skene, dhe kam ikë në përkabllën e vegrë poshtë skene deri ke grimi, janë bo Fatoslano, ndërkohë që Juli dhe Ermali e boshin me mohabet, janë futur dhe sot e kësaj dite, përveç një që e kemi realizu, askush nuk e beson që ajo është bo pa ndërprerje. Ja, se dia, këtë se dia. dia. Ka Mlako grimin. Më ka bërë nga Arjan Çani, më ka bo Fatoslano dhe janë futur dhe kur kanë kthy Bareu nga më qenë Fatoslano dhe publiku sa në televizor nuk e beson, po publiku në skenë ka pasi ka ngel, po dhe publiku. Ç'a ndodhi, si ndodhi kjo gjë? Ue. Po atëherë ishte, ta thash edhe në fillim bisede, ishte mobilizimi i televizioni. Normal. Kujtohet Baçi? Po, Baçi. Po, si se majmë Baçi. Vite Baçi tonë puna, çfarë do bëni këtë javë Çerçistopulli? S'na hamë punë. Hamë punë Baçi. Vija Baçi me Naimin, se po i përmend se kanë qenë legjendar. Legjenda. Vazhdon Baçi, Naimi do bëjmë vëllezrit frashin, na duhet kjo se ky busi kështu. Ai ka qenë portën. Ai me busin. Shifte Baçi thosh, a jeni mirë ato çka të gjejmë këto më. Jo po si çketi bëhet kështu. Po shoh ato këmbët e Zenunit i ka dhënë Gent Beko më burr. Ua. Zenuni kur ka dal nuk ka pas veshët, sa pas veshët natën e parë. Dhe i thash Gent Beko se Gendi ka pas shumë dorë. Gendi dhe Flori kanë pas dorë artistike shumë mirë. Për shembull, te Burgaxhit tatuazhet i ka bërë Flori. Po Flori po të gjitha e di. Flor Bina i ka bërë. I vizatonte çdo natë. Gent Beko po ashtu vizatonte shumë mirë. Edhe Gendi i shkreti i ka gdhënë me dorën e vet, me bukë peshke i ka kriju kucet me atlete brenda që unë ta vishja si atlete. Po normal, që mos kishe. Kush kolege bën sot këtë gjë më bro. Ka qenë. Gent Beko ka punu 2 javë për me boj i palë këpucë që unë do t'i vishja që si ishte numri vetë, kupton, pra ishte një numër për shkakun në atë kohë rolet ke kolegët i lunin pa lek më. Shumë thoshte Ransoli, do lushi rol që unë patjetër marrë, do lushim. Po. Ishte marrëdhënie shumë e mirë mes kolegëve në atë kohë. Kishte honorare ekstra për. Jo, nuk ka pas honorare ekstra. Unë di që në fund të garderoba ka qenë grumbull i madh me rroba dhe ne zhyteshim për vesh rrobat e numrit pasardhës. Shumë energji pozitive. Me lem kujtohet kur pati ardh ky aktori i Durrësit Muharrem Hoxha, e bone që marçuna tha. Si a dili, ja? Po imagjino me të bëmë Mondlaku gati me të vu parukën, po vetëm me parukë do 5 minuta për të ngjitur më. Po grimi, po gjoja është. Por kjo e majti gjallë, kjo energji pozitive e majti gjallë, kjo energji e madhe e majti fort. Ke qenë si grup, shumë grup, shumë që na pas shumë dashuri për njëri tjetrin, shumë respekt, shumë ndihmonim shumë njëri tjetrin, nuk mund të ketë arti xhelozi, nuk mund të ketë arti, për shembull në zanatin ton ndodh që si mund të zihesh me kolegët tu bë art. Po, drejt. Në çdo projekt zihesh me dikët ngele teatri. Ky është profesioni më bashkëpunues. Unë çado që të kem, unë punoj me dikë. Nuk e kam problem. Në skena nuk do t'ja di publiku që ju të dy jeni zënë, s'keni fol 3 ditë, kupton Gendi, nuk i intereson ju arme pa i shfaqje. Dhe nuk mundesh ti t'ja përçosh publikut këtë lloj energjie. Nuk e meriton publiku. Shumë drejt. Publiku meriton të argëtohet. Shumë drejt. Se për atë ka pagu. Do ta shijoj, ka armë të respektu këty dhe unë gjithmonë i shoh sikur më ka ardhi kush në shtëpi, më duhet ta respektoj, duhet t'i jap maksimumin. Ashtu do të pa në fakt. Unë kam se po flas për veten, si doni më për. Unë kam parim si lujtan Macukull rrethit matit, si lujtan Rreshen, si lujtan Elbasan, unë do luaj soi më valla.
I soj, unë kam parë artista të mërshëm të cilët Kam se në cilën venja varja, po. Njena mërpur. I thëm, si e boni jo këtë gjomër, po. Drejt. Pra si ndodh, qa lidhje ka? Harroje që është në Reshen, harroje që është në Cërrik. Ai është publik. Ti po në skenë, kupton? Tamam. Këndo, për punë e teatrit, po mendoja, domethënë ti ndërkohë që ke gjithë këto impenjime, ndërkohë teatri nuk e le, mas dore. Vazhdojnë. Kam kriju dhe një gën tjetër që bën gjithë të punë të mia. Si mos e teatri besoj ta ko. Ka prova dhe aty ka ture, ka I kam gjetur kolegë të cilët përshtaten pak në oraret e mia, edhe unë në oraret e tyre. Kam gjetur kolegë të cilët kanë, për shembull, Sajmiri më ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme sepse është shumë tolerant, ai e kupton pasionin që kam unë për teatrin. Unë e du shumë teatrin. Edhe kolegët që kemi gjetur kanë munduar gjej një grup njerëzish të cilët kemi pak a shumë të njëjtat fasha orari. Nuk është kollaj sot çunë. Jeta sot është vërtet po vrapojmë më shumë, po më duket sikur kemi kohë më pak. Vrapojmë më shumë për të pas kohë më pak. Po janë edhe fëmijët që duan çunë për kurse, pa trafiku I Tiranës. Familja do bëhet vetëm. Po jo, jam kurioz. Teatri për shkak si janë provat janë përditshme. Për ditë 3 muaj. 3 muaj për shfaqje. Po 3 muaj prova, 2 muaj gjysmë, 2 muaj gjysmë, 3 muaj, del shfaqja pastaj me frikë mbar ke një gur këto stopar. Edhe pse ke po 3 muaj prova. Vazhdo guri, Vazhdo guri se publiku, sjell publiku me vete. Se ke po me shokët e tu. E kupton ti? Nice. Pap, vjen publiku aty dhe fillon një guri më këtu. Po sa është, unë për shembull miqtë e mi nuk I thras kurr as në premier as katër shfaqjet e para. Pra unë kur s'ta kam thirrë në premier të kam bë nder, kuptimit se shumë më ngele teatri. Unë edhe familjarët e mi mas shfaqjes 5. Qa thu? Sa të ngrohesh Sa ti guri. Sa ti guri. Se je shumë jenë siklet. Jo se ke emocion për aty, po ke pasiguri, kupton? Pasigurinë tek. Sa është adrenalinë. Shfaqjet fillojnë të shkëlqejnë mas shfaqjes 15. Pastaj marrin flak. Mas 15? Mas 15. Po sa shfaqje mund bësh për një shembull një shfaqje? Këtë Boeing e na dhon 200 herë. 200 herë? 200 herë. Ua. 97 herë kemi dhënë shtëpiak të dëshpëruar. Shtëpiak të dëshpëruar kemi dhënë dhe 2 herë brenda ditës. Kam bërë kështu çmendur. Ka lëvizje kështu nga skenari kështu, shpëtone, keni blackout? A ka lëvizje nga skenari? Ato e majnë gjallë më por. Po lëvizja nga skenari janë të jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme. Edhe vetë kënaqesh më shumë kur ke lëvizje nga skenari, kënaqesh më shumë dhe vetë. Mbushesh dhe vetë. Edhe po. Shiko, ka momente, kam një skenë me luaja me Romir, për shembull, kam një partner të jashtëzakonshëm. Shumë mirë. Indri Çobani është partneri I shkëlqyer. Andi është partner I shkëlqyer. Janë e dallon ti që ke alkimi me të vëlla, ke kimi, ke. E kupton, është ka një energji në atë. Me Romirin kam faqe shumë bukur, kam Don Kishotin, kam çifti çuditshëm, te çifti çuditshëm kishim një skenë në Durrës, publiku në Durrës është shumë afër. Ishte Bez Bitraku që hati sanduiç, Vin Beleri me Bez Bitrakun, edhe unë isha në kulmin tu shfaq një hall, e këta dy hashin sanduiç. E kupton gjendin dhe I tha I mirë ky sanduiç, E një moment po ikën ai çavën gjithë sanduiç dhe godas sanduiçin. Si zhduket Durrës e godita pak më fort dhe ju betohem nuk ju gënjej. Po ju erdhën tu çuma pyeti, fluturoi Kastraveci dhe I ra një vajzën muktun, radh dytë. Po dhe u kështu, shtlap. Unë gjit. Hey. Hale ma e qeshën pastaj. Kishte një kafshat madhe sanduiç në gojë, e cila I kishte ngel këtu. Vini ishte fot poshtë tavolinës, se shiko, edhe poshtë këta të lënë vetëm sken. Të lënë vetëm valla. Të lënë. Plasi publiku, ajo vajza u sku që erdhi kaq zor. Po si ta çliron tash I thosha nuk pushojnë këto po si u ktheve Kastravecin, mundosh ta mbash, do të se me Olta Dagun kam skenat jashtëzakonshme. Te çelikatë martesës, të jashtëzakonshme. Giuliano Brisku, aktor I ri shumë I talentuar, Amri. Domethënë me Giuliano kapi gazin atë dhe ikën. Mlan vetëm sken. Thjesht ikën. E kupton ikën se shiko. Tash ti kthesh ndodhin, janë gjëra që ndodhin, janë gjëra që ndodhin në skenë. E kupton pa priturat, pa parashikuara. E kupton pas Giulianon që iku këtej, Olta iku nga krau tjetër. Ma e të jote. Gëndo, do kthesh më këto lloj spektakli si Portokallia, Kalifornia. Po. Apartamenti. Mendoj që ka I kohë këtu apo mund të kenë sukses? Jo asnjëherë.
stilit kabaret. Kush menon që një spektakël humori ka i koha ja fut kot. Jo të këtij lloj formati. Shiko, ndryshon publiku. Ti duhet ndryshosh bashkë me publikun. Po ndoshta publiku është vel me këtë lloj formati. Shiko, sot është e pa imagjinueshme sa humor ka vërdall në rrjet. Unë meke me ca meme. Për shkak janë këto çunat e ngop media që unë i kam shumë gjallë, i du shumë fort. Unë domethënë nëse dua të rregulloj ditën, edhe shoh një video tyre. Edhe shmendinë plagoj. Domethënë janë në kuptimin e keq, janë naiv në kuptimin e mirë, të sinqert, të thjesht edhe shumë drejt për drejt. I kam shumë gjallë. Bile kur gjej një video budollik ju çoj në inbox që ta bëjnë, më mekin fare, kupton? Ka shumë humor sot vërdall çuna. Edhe nuk është kollaj me bë humor. Ja, tamam. Ka shumë krijohen meme të jashtëzakonshme, krijohen imazhe ndryshme, inteligjencë artificiale ka plas keq fare. Kështu që edhe ato aktorët e spektakleve të humorit nuk e kanë kollaj. Nuk e kanë kollaj, më besoni këtë. Domethënë ti e përkrah këtë humorin e TikTokut të këtyre rrjeteve sociale që dalin, ëh? Se s'po përdor termin i shëndetshëm, tash sigurisht 90 vjeçar, po kur është okay me parametrat e një qytetarie, absolutisht po. Pastaj të bësh humor tu rraf një show të shumore, është aty ke problemet mëdha ose duke tall një person rruga, s'është humor. Nuk është humor. Po kur është humor i lezetshëm, kur bëjnë kështu meme të lezetshme, skeçe pa diskutim i shoj shumë, edhe i bëj share shumë i shpërndaj. Super. Stand up comedy? Shumë. Për shembull, shtëpiak të dëshpëruar që është dhënë gati 100 herë, është i mbështetur me stand-upin. Ka 3 monologje të mëdha. Unë jam një aktor që e shoh shumë publikun. Edhe merrem pak me publikun. Po, patjetër. Kam shumë dëshirë të merrem me publikun dhe i mbaj mend fytyrat ku janë ul. Mirë, po kjo ka të mira dhe të qiet e veta sepse ndodh që të vjen dikush i cili nuk qesh nga fillimi deri në fund. Ose koncert ato njerëz që lëvizin fare. Jo, pa i të kthehet si vrim e zezë valla. Se ke gjithë do merresh vetëm me atë. Do merresh vetëm me atë. Të duket sikur vetëm ai është i dukshëm. Drejt. Ma ka drejt, janë 3-4 herë kishte ardhur njëra, ishte kështu. Tu se kishin sjell me zë. Okej, thash se boka mund me qesh. Se boni me qesh astani, as i ndriti, as gjomër. Dhe e gjithë pjesa tjetër sfumohet dhe ngelet vetëm ajo. Sigur bie drita aty. Ej, vetëm ka sigurisht ndriçohet. Drejt. Do vënë koncerte plak. Është të vazhdo. Shkoj të thosh sa lek domër, vetëm vik, mos shoh më. Siç më ka ndodh që ka ardhi huaj dhe ka përfshi salla, pra qeshte, si tash po më çka kuptova, si gjota, as gjota po e kam shiu shumë. E kam shiu shumë. Me stand-up tatë kështu tek pull, ëndra ime sirtare është. Kene gjon sirtar që ke jam në përgatitje për shumë vitesh. Sirtari ka humb Chelsea, nuk e di çfarë bën që sirtari. Sirtar kam kaq shumë kohë që duhet ta nxjerrë një gjë të tillë, por jam të bëj shumë teatr. S'ke kohë apo ç'është? Çështje kohe, e kam të gjithën në kokë se ç'a duhet bëj. Është vetëm çështja të qetësohem që ta bëj, por projektet nuk pushojnë. Nuk pushojnë projektet. Shqyqy ke, po dash zotje po sa më shpejt plagë se edhe për pushesh. Janë çik shqyqy që i ke, po edhe mirë kur i ke, sepse duan kohën e tyre, duan energjinë e tyre, duan ka përgjegjësi kjo punë, kështu që sidomos në grup. Nuk mund të thush do të jam i lodhur. Po unë kam shfaqje me 5-6 tjerë. Penalizon tjerë të cilët ushqejnë me këtë punë. Se unë kam shkuar. Ma besoni kam kolekt miq të cilët kanë vetëm këtë punë. Po. Edhe gjatë Covidit kanë qenë freelance. Nuk kanë fituar kokrën e lekut. Se unë kam një punë televizion dhe disa të tjerë dhe jemi okay. Po. Po nganjëherë mendoj për këto njerëz të cilët mbajnë familjen me këtë punë. Edhe nuk mund të thush çuna, shiko, jam pa Terezi këtë javë, si bot insulinën këtu dën edhe me autobusin. Gjendo shumë faleminderit. Po çuna uroj faleminderit që më lat me fol. Ishte kënaqësi, jo faleminderit që erdhe. Faleminderit që erdhe për zonë. Ishte shumë kënaqësi. Shijova shumë, faleminderit, keni bën një gjë shumë interesante. Keep going. Faleminderit. Janë bon mod këto. Bon mod e kena nisë kështu si me gallat të dy, po do që është pëlqy. Po ikën sezoni 2. Është pëlqy. Mazi 20 vjet. Po vite kur e pash sezoni 2. Po. Me sezone, nice. Me sezone çuna. Nice. Mazi 20 vjet është prapë tu. Me gjendje. Urojmë që ta bësh sa më shpejt atë stand-up-in. Lut zotin të gjej pak moment të qetësohem.
pres verën, po vera prap do jetë me kalamajt meri Po, çoj normal. silli. Po ver ka ture kështu me teatr apo ver e bë pushim si thosh. Bëjmë edhe verës, bëjmë patjetër shfaqje, bëjmë Pogradec, bëjmë Korç, bëjmë në Rreshen kam kohë pa shku për shfaqje në Rreshen. Rresheni ka bërë një sallë shumë lezetshme. Mendimat e emigrantëve, do unë e mbaj si sallë simbol ku komuniteti mendon për qytetin e vet. Është e Rresheni e ka bërë. e vërtet. Se ka qytete tjera që kanë miliardera kështu lart e poshtë, por nuk e vret me nasionin për sa ta. Ose se duan ardhin ndoshta. Se e di çfarë do, kush vjen atje, në puk plak, kena mush sallën 2 net full. Në tropoj. Po si zvinë nga njerëzit Po, kanë vllanë, nevojë tropoj. gjithë. Ka nevojë shumë. Në Laç, kam bot 3 herë shfaqjen në Laç. Laçi ka një sallë të mrekullueshme, Po, ka një Laçi publik ka, shumë të mirë. Duhet vetëm të shkojnë njerëz do t'japin shfaqje dhe Po. i them miqve të mi, ora çojnë më shfaqje tek këto njerëz, mos është gjunave, është për të ardhur keq. Shumë e drejt plak. Në Lezhë kena çu shfaqje shumë të mira, u thon, kena mbledh publikun e Lezhës. Lezhë ka Lezhë qenë kanë aktive, bërë ka qenë aktive. edhe e ke salla fëmijëve, edhe ke atje edhe ke salla kur ishte restaurim, duhet më që shiko. Ja, them shpesh këtë se po e përsëris. Nëse kalon para teatrit ose para pallatit kulturës, e kthe kokën s'ka poster, i javë, 2 javë, pastaj se kthem kokën. Po, e drejt. Po kur e di që në qytetin ta çdo muaj vjen një shfaqje, një koncert, një I don't know. Ka aktivitete Ka aktivitet të bëhet me dal nga shtëpia më burr. Shumë e drejt. Sidomos qytetet e periferisë kanë nevojë urgjente për salla kinemaje, për aktivitete më burr, me dal njerëzit. Po këto shfaqje që dalin për shembull që dini edhe në rreth kështu. Mrapa është shteti që ndihmon apo çdo gjë është private me sponsor me gjona? Çfarë bëre mirë si ke qenë? Ah, not më mirë. Hajde, pyetje retorike. E morën vesh. Ishte shumë si Po pra. ja. Po prandaj edhe të shkojnë ke këto vene që ka shumë pak publik se si Verdis. Që Pa ne do mbështeten nga shteti kjo punë. Sigurisht bashkitë e disa qytete na kanë Javin. na kanë ndihmuar. Jo japin, na ndihmojnë. Ka forma për ndihmu, të vë 2-3 njerëz në dispozicion, të vë 2-3 element për të ndihmu, nuk po them financiar, po qoftë edhe qoftë asistencë teknike më bër. Kupton, qoftë edhe me ndihmu se ti shkon me ta marr postrin, me ta vendos një javë para. Po. Por mua më bën ndim shumë të madhe. Se unë po shkoj sot, vura postrin sot ku do e marrin vesh njerëzit. Po. Që kushuriri i këtij na ndihmon lek. Ai s'punon as sekundi. Xhairi, Bushpepa. Ai e bën me kënaqësinë më të madhe. I apasionuar mas teatrit, mas artit e bën me kënaqësinë më të madhe. Kto njerëz po i gjeta nëpër qytete, i majnë krah në kuptimin se të ndihmojnë shumë. Mirë, po pak ke njerëzit, nuk e ke instancat ke institucionet. Shteti. Shumë kërkesë modeste ke me të vënë postër. Ore, shiko, lind nga dashamirësia e një kryetari bashkie i cili mund të ketë qasje qytetare. Për shembull, Korça të ndihmon shumë. Po. Ka marrë shumë. Fieri na ka ndihmuar. Ton Shkodra na ka ndihmuar. Kupton gjendin qasje pozitive, duhet, por kur shef që s'vjen vet kryetari me pa shfaqjen, ty e kupton sinjalin që ka i mungesë. Ka i problem shumë madh, kupton? Ka problem shumë. S'po vinë mi pak këtu në Tiranë, por unë s'kam pa politikan të hyjnë në sallë teatrit në Shqipëri. Ta kam luajtur. Për zotin është. Nuk vinë. Të merr, tamam të merr. Nuk vinë më. Zin koncert. Nuk vinë ekspozitë pikture, nuk vinë shfaqje teatri, nuk vinë më. Por i shpërndison me çaj mbushni përveç se me lek, me çaj mbushni. Ajo është tamam. Me çaj mbushni jetën tuaj, kupton? Unë mendoj që janë njerëz shumë të varfër emocionalisht. Po. Mos shkosh shfaqje teatri, mos shkosh koncert, mos dëgjosh muzikë të mirë, domethënë është se tash i vërtet po flasim zhanrin ton, po kur vjen një inxhinier dhe plotësohet ose kur vjen një mjek dhe plotësohet, pse ti jo? Ashtu. Pse ti jo? Gento, faleminderit shumë vëlla. Ti mund Gento. Faleminderit. Ishte kënaqësi që kishim sot. Jeni çuna të talentuar. Njerëz bukur, shihemi në episodin e radhës. Faleminderit. Ciao. Rosh Gento.